Në repartin e fëmijëve në Gostivar, në 24 orët e fundit janë paraqitur 65 pacientë të vegjël, ndërsa në repartin infektiv kanë kërkuar ndihmë gjithsej 111 persona. Edhe pse numri i pacientëve që paraqiten në qendra shëndetësore është i lartë, epidemiologja e Qendrës për Shëndet Publik Zorica Zafirovska vlerëson se gjendja po përmirësohet. Значи, моментално последните 24 часа бројката почнува да се намалува. На инфективно оделение во Гостивар во последните 24 часа помош побарале 111 нови пациенти и 26 пациенти се јавиле на контролен преглед. Во ургентниот центар во Гостивар ја пријавени се нови 7 ново заболени, додека на детското оделение во Гостивар пријавени се 65 нови пациенти. За разлика од вчерашниот ден, бројката почнува да се намалува. Me urdhër të prokurorit publik, Instituti i Shëndetit Publik ka analizuar mostrat e ujit nga kanali i hapur. Rezultatet tregojnë se uji është jashtëzakonisht i ndotur dhe i papërdorshëm. Për shkak të pranisë 2419 njësi formuese të kolonive për 100 ml baktere koliforme, ndërsa kufiri maksimal i lejuar është 50 njësi formuese të kolonive për 100 ml. Në mostrat e marra nga burimi i kapur është konstatuar numri i rritur i kolonive bakteriale aerobe mesofile, si dhe pranie 39 njësive formuese të kolonive për 100 ml baktere koliforme, ndonse sipas standardeve të referencës, ato duhet të jenë 0 në 100 ml. Në Gostivar është shpallur epidemi e gastroenteritit në territorin e komunës. Situata epidemiologjike po monitorohet rregullisht nga Qendra e Shëndetit Publik. Kjo do të thotë se po kryen hetime epidemiologjike dhe po merren materiale për analiza, përfshirë koprokulturat.